Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, të gjithë pushtetshëm, Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje e kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të birin e Abdullahit, mbi familjen e tij të ndershme, pra mbi ehli bejtin, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahun e lartë madhëruar e lutem si na e tregoi hakun, të vërtetën, ashtu siç është hak e vërtet dhe ta pasojmë atë, ta ndjekim atë. Dhe Allahun azza wa jalla lutim na i tregoi qartë ajo çka na bën dëm, na dëmton dhe t'i largohemi asaj, ta njohim atë dhe t'i largohemi asaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërbleft që jeni prezent në këtë shtëpi për shtëpive të Allahut dhe ta dini se jeni fitimtar edhe nëse nuk kuptoni asnjë gjë nga mësimi që do vazhdojmë sonte. Mjafton që ju jeni prezent, ta dini se shpërblimi i madh i Allahut azza wa jall, mëshira e tij, me lajket e Zotit ju mbulojnë. Pra i mbulojnë këto mezhlise të hajrit. Edhe ai që ka ardhur rastësisht këtu, edhe atë e prek shpërblimi i madh i Allahut azza wa jall, ashtu siç ka ardhur në hadithin e saktë që kemi përmendur dhe në ligjëratat e mëparshme, kur me lajket e pyesin Allahun, o Zoti jon, aty është edhe një person i cili e ka zënë rruga, ka ardhur rastësisht. Edhe atë ka shpërblimi Allahut. Pra Allah ju shpërbleft. Ja ku jemi sot, domethënë vazhdojmë tek cikli ligjëratave që kemi ndaluar. Pra janë ligjëratat në lidhje me jetën dhe veprën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve të nderuar radiallahu anhum, të cilët kanë qenë yje mbi sipërfaqen e tokës, dhe ne po flasim për 10 të përgëzuarit me xhenet, ku sot është radha e kujt? E Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Pra Saad ibn Abi Waqqas Malik el-Karshi el-Zihri. Ishte një musliman, një nga shokët e rëndësishëm të kujt? Të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ishte prej të rinjve që e pranoi Islamin dhe thuhet se ka qenë 17 vjeç. Saadi radiallahu anhu lindi në Mekë në vitin 595. Babai i tij ishte Abu Waqqas, Malik ibn Huaib ibn Abd Manaf ibn Zurah, prej Benu Zurah, i fisit të Kurejshve. Huaib ibn Abd Manaf ishte xhaxha i kujt? I nanës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Amine bint Wahbi. Pra nana e Saadit ishte Hamna bin Sufjan ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd al-Manaf. Pra Saadi është quajtur dhe kush? Daja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Saadi do të mbahet mend për thënien e famshme që ka përmendur i dërguari i Zotit në një prej betejave që ka ndodhur midis muslimanëve dhe qafirave kurejshit. Ajo fjalë që ka thënë i dërguari i Zotit do të mbahet mend si thash, ku ka thënë gjuaj o Saad, gjuaj, babë nën kurbani befsha për ty. Pra me këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka nxitur Saadin në një prej luftrave dhe në betejën e kujt? Të Uhudit. Do ta themi më mbas, domethënien e kësaj fjale, e këtij hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Ndërsa Allahu xhele xhelalu ka zbritur ajet në Kur'an në lidhje me këtë sahabit nderuar. Dhe është ajeti i surës Luqman, ajeti 14, kur Allahu xhele xhelalu tha: "Ne njeriu ne kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindërve të vet, sepse nëna e tij e mbarti atë me shumë mundime të shumta, dhe pas 2 vjetëve ja ndau gjirin. E porositëm njeriu që të jesh mirënjohës ndaj meje, ndaj Allahut azza wa xal në radhë parë. Edhe pastaj ndaj kujt, ndaj 2 prindërve të tu, sepse vetëm tek Allahu, pra tek unë, thot Allahu, është kthimi juaj." Edhe shkakun e zbritjes të ajetit do ta vazhdojmë në vijim inshallah. Dhe siç thamë, lidhur me zbritjen e këtyre ajeteve fisnike, përshkruhet një ngjarje e rrallë dhe mrekullueshme. Këto ajete shkaktuan ndjenja emocionesh në shpirtin e këtij djaloshi, pra trup njom, ku nga dhënjurës dolën e mira ndaj të keqes dhe fitoi imanin ndaj kufrit. Saadi ishte krye hero prej heronjve në mesin e sahabëve. Ishte njëri prej djemve më fisnik të Mekës nga prejardhja, i cili mbure dhe shquej gjithmonë me dashurinë e madhe që kishte ndaj prindërve të vet. Ky i pra ishte Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Kur shkëlqeu drita e profetlikut, e pejgamberllëkut në Mekë, Saadi ishte një djalë në lulën e rinis, i butë nga ndjenjat dhe kishte një sjellje të shkëlqyer ndaj prindërve, sidomos ndaj kujt? Kishte një dashuri të madhe ndaj nënës së vet. Edhe pse Saadi nuk i kishte mbushur të 17-at, 17 vjeç, thuhet se ai ishte shumë i logjikshëm, pra dinte t'i logjikonte gjërat me arsyen e mendjes, si ndonjë i moçëm i urtë, pra shquhej për logjikën dhe zgjuarsinë, mençurinë që kishte. Ai ishte në ata që nuk e kënaqin argëtimet e kota si moshatarët e vet, pra, apo argëtimet. Por qysh në fëmijëri, Saadi shquhej për çfarë? Pra riparonte shigjetat, shtizat, i bënte gati harqet dhe i zotronte ato në mënyra të mrekullueshme, pra përdorimin e tyre dhe hedhjes tyre, sikur ta dinte që do të përgatitej për një çështje më të madhe, më të rëndësishme. Ai nuk e kishte qef besimin e popullit vet, edhe para se të pranonte Islamin. Pra nuk i flente zemrën rahat në besimin e kot të popullit të tij. Sikur po priste që t'i vinte një ndodhi e madhe dhe ta largonte nga ky errësirë që gjendeshin arabët, populli i tij. Derisa ishte në këtë gjendje, deshi Allahu që ta fisnikroi tërë njerëzimin me dritën e mëshirës, dhe ajo dritë e mëshirës ishte krijesa më e lavdishme e Allahut dhul xhelal, pra Muhamedi alayhi salatu wassalam, të cilit i erdhi një yll hynor i shkëlqyeshëm që ishte libri i Allahut dhul xhelal, pra Kur'ani famlar, që ishte fjala e Allahut azza wa xal dhe jo i krijuar. Pra Saadi nuk vonoi shumë që t'i përgjigjej thirrjes së udhëzimit të vërtet, pra njihet si i treti prej burrave që ka pranuar Islamin, pra ose i katërti ndë përgjithësi. Dhe për këtë e kujton më mbas ku mbure me krenari dhe thoshte qëndrova 7 ditë e unë i treti në Islam. Gëzimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Saad ibn Abi Waqqas, domethënë, u bë musliman, ishte i papërshkrueshëm, sepse tek ai shinte shenjat e fisnikërisë dhe pjekurisë, të cilat paralajmëronin se ky do të ishte një djalë ose një njeri shumë i dobishëm për muslimanët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra në të ardhmen. Sepse Saadi kishte edhe një familje, siç thon, fisnike dhe me autoritet. Dhe ndoshta ky do të bëhej shkak që edhe familjarët e tij do pranonin Islamin, apo të rinjt e tjerë të Mekës të ndiqnin shembullin dhe rrugën e Saadit. Siç tham, Saadi ishte një prej dallarëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse ishte në fisi Benu Zehre, prej cilët ishte Eminia, nëna e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mburre me këtë gjë, pra mburre sahabëve
sepse transmetohet një ditë kur ishte ulur me shokët e tij, pra me sahabët e tij, e pa Saadin duke ardhur nga larg dhe i tha: "Hadha khali, ky është daja im. Feruni men khalukum, pra më tregoni mua kush ka daj më të mirë se sa unë", pra burri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me gjithë kësaj që folëm më lart, kur Saadi radiallahu anhu bë musliman, kjo nuk kaloi pa probleme, pa brenga. Ky djalosh besimtar u përball me sprova shumë të rënda të vështira që mund të ekzistojnë, pra sprova jashtëzakonisht të rënda. Dhe për këtë zbriti ajetet Allahu xhelle xhelaluhu enkas. Dhe vazhdojmë se çfarë thot Saadi vetë, domethënë. Tregon Saadi, thot, 3 net para se ta pranoj Islamin, pash një ëndër, thot, sikur isha fundosur në thellësitë e errësirave të pafundme të detit. Ndërse vazhdoja, thot, të fundosesha në këto thellësira të errta, para meje ndriçoi një dritë të cilës i shkova, thot, nga pas. I pash disa njerëz që kishin arritur tek ajo dritë, dhe para meje prej tyre dallova, thot, Zeid ibn Harithin, Ali ibn Abi Talibin radiallahu anhu dhe Abu Bekr as-Siddiqun radiallahu anhum xhemia. Dhe i pyeta, thot, për sa kohë jeni këtu? Ka ca kohë, më thanë. Pasi agoj dita e nesërme, thot, mora vesh se i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam kishte filluar dhe thërritur njerëzit në Islam fshehtazi, dhe kuptova se Allahu me mirësinë e tij dëshiroi që të më nxjerrë nga errësira në dritën e amshueshme. Me nxitim, thot, shkova te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa e takova atë në luginën Xhiyat. Pasi Resulullah sallallahu alaihi wasallam me fali namazin e ikindis, e përqafova para ti, thot, Islamin, pra e shpalla hapur Islamin para ti. E nuk e kishte pranuar askush tjetër para me përveç atyre të treve, thot, që i pash në ëndër, Zeidi, Aliu dhe Abu Bekri radiallahu anhu. Vazhdo më tej rrëfimin e tij Saadi, thot, pasi nëna ime, se si tham, Saadi shquhej për dashurinë e madhe ndaj nënës tij, pra e donte dhe respektonte në maksimum. Pra vazhdon Saadi ku thot: "Nëna ime dëgjoi që unë e kam përqafuar fen islame, u zëmërua aq shumë, u hidhërua aq shumë me mua", thot. Sa do, thot, që unë isha një djalosh fort i sjellshëm dhe i kujdesshëm ndaj saj. Dhe ajo më pyeti: "O Saad, ç'është kjo fe të cilën e pranove e që të shtyu ta lësh besimin e prindërve tu, besimin e të parëve tu? Ose unë të urdhroj ta lësh këtë fe të re, se po nuk e lë, atë unë as nuk do të ha, as nuk do të pi, derisa të vdes. Dhe ty do të pastaj, thot, do të coptohet zemra nga pikëllimi. Do të pendohesh për atë që i ke bërë dhe do të jesh gjithmonë i turpëruar para njerëzve derisa të jesh gjallë." Dhe unë i thash, thot, mos e bëj këtë, o nën e dashur. Mos e bëj, se për Zotin unë kur nuk do ta lë këtë fe të pastër që e zgjodha, për asnjë çmim. Mirë po ajo vazhdoi kërcënimet e saj, e refuzoi ushqimin disa ditë me radhë, sa që u dobësua, ju ligështua trupi dhe i humbi e tërë fuqia, thot. Unë, thot Saadi, çdo ditë shkoja tek ajo duke e lutur që të hajë dhe të pi diçka, por ajo vazhdonte, thot, refuzonte me ngulm, duke u betuar se nuk do të fus asgjë në gojë derisa të vdes, ose unë ta braktis fen time. Atëherë tregon Saadi, thot, atëherë i thash: "O nëna ime e shtrenjtë, unë të dua shumë, por Allahu dhe i dërguari i tij janë më të dashur, e më të shenjtë dhe më të shtrenjtë për mua dhe për Zotin, sikur ti, o nëna ime, mbajni vesh mirë, ti kishe 1000 shpirtra, e ata të dalin njëri pas tjetrit, thot, unë kur nuk do ta lëshoja këtë fe." Pra i tha Saadi radiallahu anhu. Pas kësaj, kur e pa seriozitetin dhe vendoshmërinë e fortë të Saadit, nëna e tij subhanallahu ndryshoi direkt, filloi të hajë, të pi, edhe pse e bëri këtë, thot Saadi, pa dëshirën e saj. Dhe kjo ishte arsyeja
që Allahu Dhul Xhelal ta zbresi në lidhje me çka tha më lart ajetin kuranor në surën Luqman ajeti 15, e nëse ata të dy prindrit pra tentojnë që ti të më përshkruash mua shok, e për çka ti nuk e kur far fakti, atëherë mos i respekto ata në këtë çështje. Por në çështjet e jetës së kësaj bote të kesh mirë kuptimin e tyre. Çka kuptojmë në ky ajet? Që prindrit jashtëzakonisht kanë një rol të rëndësishëm tek ne dhe ne jemi të urdhëruar që ata t'i dëgjojmë dhe t'i respektojmë pasi kundërshtim. Vetëm në rast se na thon moho Zotin, atëherë jo. Për çdo gjë tjetër ne duhet t'i dëgjojmë dhe t'i respektojmë, sepse është edhe ndër gjunafet e mëdha, domethënë mos respektimi i prindërve. Dita në cilën Saadi radhiyallahu anhu pranoi Islamin ishte ndër ditët më të lumtura për muslimanët, pra gjithë u gëzuan. Saadi ishte për atyre që mori pjesë në luftën e Bedrit, por e kishte edhe një vëlla më të vogël i cili quhej Umeir. Dhe ka ndodhur një ngjarje me këtë vëllain e vet që sarrohet, se ishtam Umeiri ishte djali i ri, ishte më i vogël se Saadi. Dhe nuk e kishte arritur atë moshën madhore. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e rreshtoi ushtrinë, e bëri gati ushtri muslimane para betejës, Umeiri vllai i Saadit u fsheh tek radha e ushtarëve, subhanallahu, nga dëshira e madhe që kishte të merrte pjesë me muslimanët. Dhe s'donte që ta kthenin pra në Mekë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vrejti dhe e ktheu. Atëherë Umeiri filloi të qaj me ngashërim, saqë e preku thellë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu në fund e lejoi që të jetë në mesin e luftëtarëve. Dhe Saadi u gëzua shumë për këtë, saqë e lidhi klefin e shpatës së tij Umeirit të vogël. Dhe që të dy vëllezërit u nisën pra për në luftën e Bedrit. Por se në atë betejë vllai i tij pra ndroi jetë, ja dorëzoi shpirtin Allahu Dhul Xhelal, Allahu mëshiroft ata dhe të gjithë besimtarët e drejtë dhe sinqertë. Dërsa në luftën e Uhudit, që u sprovuan shumë muslimanët, të gjithë e dinë se çfarë ndodhi. Atëherë, kur filloi të dridhej dheu në këmbët muslimanëve, askush nuk mbeti afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, veçse një grup i vogël, siç e dim, prej gati 10 vetash, dhe në mesin e tij ishte edhe kush? Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili e ka mbrojtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me harkun e tij, sepse siç tham Saadi ishte ekspert në gjuajtjen e shtizave dhe sa herë që gjuante një shigjet, i dhujtarët binin të vdekur në vend para tij. Kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këtë akt trimërie, filloi ta trimëroi edhe më shumë Saadin, ta nxis, duke thënë pra atë thënien e famshme që përmendëm ne në fillim të kësaj ligjërate, gjuaj o Saad, gjuaj, babën i bëfsha kurban për ty. Dhe gjatë gjithë jetës Saadi radhiyallahu anhu mburre dhe krenoi me këto fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i tha për të në ditën e Uhudit. Mirë po, famën më të madhe, Saadi radhiyallahu anhu e mori në atë kohë kur Umeiri radhiyallahu anhu, prisi besimtarëve, vendosi që t'i luftoj me gjusët e Persisë, pra persianët, që ta shkatërroi përfundimisht perandorinë e tyre, ti shërrënjos një përgjithmonë rrenjët e idhujtarisë nga sipërfaqja e tokës. Dhe ai bëri një thirrje përmes të cilës i thiri të gjithë ata që kishin armë, kuaj, mburoja, që ishin të guximshëm, të mençur dhe që kishin ushqim të mjaftueshëm për t'i përballuar pra vështirësive dhe udhëtimit të luftës, pra që të beshin gati për luftë kundra me xhuzëve të Persisë, apo siç një sot Irani sotëm. Dhe ajo toka atje vetëm sherrë dhe pisli që kanë mbjellë sot e kësaj dite, ku janë shijat e fliqur që nuk lën gjë pa bërë për këtë fetë pastër. Allahu Azza wa Jall e ka garantuar dhe garantoi këtë fetë deri në ditën e fundit. Dhe nuk vonoi shumë dhe në Medinë nga gjithë anët filluan të arrin njerëzit grupe. U tubuan, u bën gati për të dalë fi sabilillah. Dhe Umeri radhiyallahu anhu, i cili ishte prisi besimtarëve, filloi të konsultohej me sahabët e tij se kujt ja besoi udhëheqjen dhe komandën e ushtrisë së muslimanëve. Dhe të gjithë një zëri, të gjithë
ishin të një mendimi për luanin syt pa trembur Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Dhe Umeri radiallahu anhu e thiri Saadin ja dorëzoi komandën mbi ushtrinë dhe e këshilloi me këto fjalë, ku i tha: O Saad, mos u bë mendje madh kur të thonë daja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse Allahu kur nuk e heq të keqen me të keqe, po e heq me të mirë. O Saad, askush nuk mund të krenohet me afërsi tek Zoti përveç se me respekt. Të gjithë njerëzit janë të barabartë tek Allahu. Allahu është Zoti i tyre, ata janë robërit e tij, të cilët dallohen për njëri tjetër vetëm me çfarë? Me devotshmëri dhe respekt ndaj tij. Prandaj shko dhe vepro ashtu siç ka vepruar kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është rruga e drejtë o Saad. Dhe kështu vazhdoi ushtria e bekuar e muslimanëve, vazhdoi rrugën për në luftë dhe në përbërjen e saj ishin 99 pjesëtar të luftës së Bedrit. Dhe 300 kishin marrë pjesë në shërimin e Mekës me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe 700 prej tyre ishin djemë të sahabëve. Dhe është bërë kjo luftë që është mbajtur mend në historinë islame në Qadisije. Dhe në ditën e fundit të luftës, atyre persianët që e quajtën Yomul Akhir, u quajtë dita e vringëllimit të shpatave, se është zhvilluar një betejë shumë e ashpër. Dhe muslimanët e rrethuan armikun nga të katër anët, me broritjet e tyre la ilaha illallah Allahu akbar, derisa e vran komandantin e tyre që është i njohur dhe i ka pasur emër Rustum, ka qenë komandanti i persëve. Dhe kur u dha lajmi tek ushtarët persian që Rustumi ka shkuar në atë botë, në zemrat e tyre u fut frika dhe llahtaria, saqë nuk dinin më nga t'ja mbanin dhe poshtën u shpërben. Dhe kështu pra, mjafton që mes viktimeve të armikut në atë betejë ka pasur mbi 30.000 thuhet. Dhe komandanti i kësaj ushtrie kush ishte, siç tham, Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Saadi jetoi jetë të gjatë. Dhe Allahu i dhuroi pasuri të madhe. Po mirë se ai gjithsesi pa çka kësaj ishte i rob i thjesht, ishte i modest, dhe kur i erdhi momenti i vdekjes, e afroi pranë vetes vet një pelerin të leshtë, të vjetër, të grisur, dhe tha: më mbështillni me këtë, sepse me këtë kam luftuar kundër idhujtarëve në Bedër. Dhe me këtë dua ta takoj Allahun xhele xhelalu në ahiret. Pra ishte i thjesht, se ashtu i kishte edukuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. As mendje madh, sado që kishte në dorë gjithçka, kishte pasuri, kishte fam, kishte emër, por se pra ndroi jetë me një xhube të grisur, subhanallahu. Pra këta ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ata që e kanë ndjekur dhe e kanë pasuar të dërguarin e Allahut hap pas hapi. Dhe jo më kot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që shokët e mi janë si yjet, ndiqini ata, ndiqini pasojën e ata në jetët tuaja, se ai që i pason ata nuk është i humbur. Pra dhe për tyre ishte Saadi radiallahu anhu, i cili ishte nga të përgëzuarit me xhenet në këtë dynja, ku ka ngelur dhe pak sahabë që janë përgëzuar me xhenet nga ajo 10 që kemi thënë, dhe do të vazhdojmë inshallah të përmendim në gjërat e ardhshme. Dhe kaq për këtë sahabin nderuar, se s'dua të zgjatem shumë dhe të harxoj nga koha juaj e shtrenjtë. Pra, ky ishte Saadi radiallahu anhu, daja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kishte autoritet dhe respekt të madh në mesin e muslimanëve. Saadi i cili ishte mjeshtër në gjuajtjen e shigjetave, Saadi që u bë i njohur me thënien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i tha: "Gjuaj o Saad, babe e nani befsha kurban për ty", pra në luftën e Uhudit, i cili, domethënë, ishte gati të jepte jetën e vet për të mbrojtur jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashtu siç vepruan edhe sahabët e tjerë atë kohë shumë të vështirë në siklet që u gjend i dërguari Allahut me sahabët e tij, po Allahu i shpëtoi nga ajo bela e madhe, sepse Allahu azza wa jall e dinte që nëse do të çfarosesh musliman atë ditë, atëre nuk do të ecë përpara kjo feja madhështore, dhe asgjë nuk ndodh pa lejen dhe dëshirin e Allahut dhul xhelal,
Prandaj ne lutim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosur absolute, na bëjnë ne ndjekës dhe pasues të atyre njerëzve të nderuar, na ringjallë me ta në ditën e gjykimit, na bashkof me ta ja Rabbel Alamin. Ne lutim Allahun na ndihmojë në çdo aspekt të jetës tonë, na bëj sa më të thjesht, modest, na bëj rob të përulur dhe të bindur në Allahut Azza wa Jall. Ne lutim Allahun të ndihmojë muslimanët dhe muslimanet kudo që ndodhen ata, t'ja u lehtësoj nevojtarve, skamnorëve, sidomos vëllezërve dhe motrave tonë në Gaza, të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi at-tahar, wa tabi'in al-akhyar, ya wahid ya qahar, faghfir lana ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jonë e fundit është të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, Zotin e botrave. Allahu ju shpërblet të gjithëve për vëmendjen. Allah ju nderoft dhe inshallah do të takohemi në ligjëratën e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.